Deputetja e Shkodrës, Mariana Koçeku, e njohur në rrjetet sociale si Neo Malcoria, ka njoftuar se nuk do të jetë më pjesë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, duke deklaruar se do të ushtrojë mandatin si deputete e pavarur. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Koçeku bëri të ditur vendimin e saj, duke theksuar se idealet dhe vlerat që përfaqëson kanë qenë të pandryshuara edhe përpara angazhimit të saj në politik. Prej sot jam deputete e pavarur. Idetë e vlerat e mia janë ato që i kam pas e i kam shpreh qysh para se mua asociu në një parti. Ata më diftojnë kufit, shkruan ajo. Vendimi i deputetes vjen pas një periudhe debatesh edhe qëndrimesh të ndryshme nga ato të shumicës socialiste, pas disa çështjeve të caktuara. Koçeku ka shprehur publikisht rezerva lidhur me ndërhyrjet për prishjen e ndërtimeve pa leje në Theth dhe Rjoll, si dhe për tema të tjera që kanë ngjallur diskutim në opinionin publik. Po ashtu ajo nuk votoi projekt ligjin për barazin gjinore dhe në disa raste ka mbajtur qëndrime që nuk kanë përkuar me qëndrimin zyrtar të Partisë Socialiste. Me këtë vendim, Mariana Koçeku do të vijojë aktivitetin e saj në Kuvendin e Shqipërisë si deputete e pavarur. Dhe studimit i kam kryer për shkenca politike.